Njeriu e gjen paqen shpirtërore në bukuritë të tilla të natyrës, ku fshati turistik Ragam i ka me shumicë. Do e konsideronim një ndër fshatrat më të bekuar, ku bujaria e Zotit tregohet përmes ndjesisë që t'jep kjo parajsë e vërtet. Dhe nuk është vetëm natyra, kryefjala e këtij vendi, por njerëzit mikpritës e punëtor. Kthehemi vazhdimisht tek ta me reportazhet tona dhe gjithmonë Ragami nuk shter duke na ofruar histori të reja, plot mesazhe, ku mes tyre dominon lidhja e fortë e këtyre banorëve me vendlindjen. Në bujtinë e Ragam, kjo është vizita jone e dytë me kamrën tonë. Ishim këtu në vitin 2024, kur ajo u inaugurua dhe kureshtja për ta parë në ndryshimet e saj na solli këtu. Po, si ka ecur puna prej një viti? Se kena pritet atë fluksin e këtë në turistëve, po vizitojnë këtë. Kush e vlerëson më shumë? Cila kategori e turistëve? Kategoria gjermanëve. Gjermanët, Po, Bavarja. Gjermanë. Ishe kudo në Shqipëri, ata majnë vëndin parë, mirë se ma thua një gjë kështu gjermanisht. Alles gut, guten Tag. Aman, hajdeni se ju kemi shumë të mirë. Vjen në Franca. Franca? Po, Franca? Po, Franca. Parlez-vous français? Po. Franca. Zvicra. Zvicra. Po, edhe janë në pjesë, domethënë Shtetet e Bashkuara dhe Anglia, domethënë që kanë. Po, si doli emri çekëve fare, çekët ishin dikur. Vin. Vin, por shumë rrallë. Se dikur ata mbanin vendin e parë. Okay. Ata po spati raki, këtu ka raki. Ka. Por raki vin ata. Dhe vin këtu. Zakonisht çfarë kërkojnë kur vinë gjermanët? Edhe francez nuk kanë si se s'pojnë dajmo. Zakonisht, domethënë përshëndohen të pjesat e pronimeve të jo, që janë zonës, domethënë komplet ushqyer të produktet të perimet, mishi. Vinë me makinat e tyre apo vinë me sprinter ose kampri për mëndaj të ty? Zakonisht vinë me makina, domethënë që marrin me qeroku, vinë në aeroport Marinas. Për fat të mirë, sot gjejmë dhe pronarin e saj, zotin Florian Ahmataj, i cili bën jetë ndar mes New Yorkut dhe Ragamit. T'ja kujtoj të gjithë rishikuesve atë iniciativë që sot propagandohet me të madhe, jo paketa e maleve, jo t'i kthejmë shtëpi në bujtina, ti dole pararoj dhe e bëre vetë, pa të thënë qeveria se çfarë do bësh. Me të vërtetë që është i vendi që t'len pa fjalë, fyrin, ko ujin, ko malin, ko bora që kap cukalin. Është Fjala vërtet. është kja kultë i shkon kësaj pamje. Po patjetër që po dhe ku gurit e fortë, shumë e fortë që i ka rezistuar, sa vjeçare është kulla? Shumë vjeçare. E ka kaluar 100? Fasi. Do dhe ka kaluar 100. Në rrugtimin ton disa vjeçar me emisionin Pusho Shqiptarçe, vazhdimisht kemi evidentuar rastet kur lidhjet me vendlindjen janë të forta. Të rinj që largohen herët për një jetë më të mirë, por rikthehen duke kontribuar në vendin e tyre. Më kanë lidhur këtu, janë rrit mba deri në moshën 17 vjeç që kam rrit. Pastaj kam ikë, kam marrë 20 vjet që jam në Amerikë. Edhe si janë vitet bajnë, si janë edhe tu rritë të mënu për vendin. Që në hyrje të bujtinës ti do të lexosh fillimisht historikun e këtij vendi dhe ja çfarë mëson çdo vizitor këtu. Bujtina Ragam, Agroturizm 2024. Bujtina është një prej kullave të fisit Ahmataj, e konkretisht kulla e Zefhil Ahmataj. E njërit nga 3 vëllezërit që ishin Nush Gjin, Tom Gjini dhe Hil Gjini. Bujaria, fisnikëria, mikpritja dhe burrnia e këtij fisi njihet në çdo skaj deri në Gjakov të Kosovës. Ky fshat ndodhet në rrugën që vjen nga Gajtani për të kaluar në Sheldi. Po kështu në këtë fshat, përshkohet rruga ujore dhe këmbësore që të çon sot në fshatin Mazrek pas krijimit të hidrocentralit të Vaudejës. Nga dokumentet zyrtare të kishës, emri Ragam nuk gjendet i shkruar, por vetëm emri Kryethi. Ndoshta shkaku është lashtësia e kësaj lagje, gjithmonë dele shkruar me famullinë e Sheldis në relacionin e lartë përmendur të vitit 1702-1703 të Monsignor Vincenzo Zmajevç, mbasi thuhet për numrin e shtëpive dhe të banorëve të Sheldis, thuhet edhe ndërsa Kryethia kishte 4 familje me 37 persona, plus 5 familje myslimane me 56 persona. 40 vjet më vonë, në 1745, në kronikën e një tjetër vizite baritore, thuhet se Kryethia bashkë me Rencin bënin pjesë në famullinë e Sheldis dhe që jetonin në varfëri. Kryethia numëron 7 shtëpi katolike dhe 43 frymë. Ka shumë mundësi që këto familje të kenë ardhur nga Sheldia. Fisi i parë, që nuk ka ardhur nga Sheldia, por nga zona e Dushmanit, lagja Vasaj, ka qenë Delia, ku dëshmon akoma lashtësia e mullirit të tyre në Gjogj.
Pas tyre vijnë edhe familje të tjera katolike nga Sllaku që do të formojnë lagjen Lecaj. Pas disa vitesh, rreth viteve 1850, vin nga zona e Karmës fisi Ahmataj, me ardhjen e besimtarëve katolik nga zonat e lartë përmendura, lind nevoja për ngritjen e kishës së këtij fshati, punimet e së cilës filluan në vitin 1939 e përfunduan në vitin 1941. Mesha e parë u kremtua nga Dom Ndrezadeja, më 29 shtator, për ditën e fesës së Shënhillit, toka në të cilën u ndërtua qela, shtëpia e priftit dhe murgeshave, qendra e famullisë u dhuruan nga fisi Ahmataj. Bujaria e fisit Ahmataj mbahet mend ndër vite. Një qetësi dhe emocion të veçantë përjeton teksa qëndron në bujtinën Ragam. E kaluara u harmonizua me të tashmen këtu. Kush është në Amerikë ka një mall shumë të madh, Shumë më të madh se Shtatë e Europës, se po na bëjnë xheloz Shtatë e Europës. Patjetër. Okej, pra ti ke shkuar në Amerikë, ke 20 vite atje, puna që bën atje? Vërtet. Okej, kështu që ti e pe edhe me syrin e ndërtimit, jo vetëm me mallin me vendlindjen, po the unë ndërtoj. Kjo shtëpia erdhi duke gradualisht nga vjetërsia, duke e humbur fuqinë e saj. E të mendor se dikur këtu jetonin 13 veta në një familje patriarkale, ku fjala e më të vjetërve ishte ligj dhe familja bazohej te respektimi i traditave të hershme. Por çfarë thot historiku që lexojnë vizitorët mbi fatin e kullës? Kjo kull e Hilxhinit Ahmataj i trashëgohet të vetmit djalë të asaj shtëpie Zefit. Zefi u trashëgon 2 djemve, Rokut dhe Gjushit. Për disa vite, kati pari kullës u përdor si ahër, streh për bagtit dhe kati dytë si objekti banimit. Me rritjen e numrit të individëve në familje dhe modernizimi i jetës, lind nevoja e braktisjes së kullës dhe ndarjes në disa shtëpi të reja pa aty pranë. Kulla mbetet përsëri e pandar për pasardhësit e Zefit, edhe pse pjesa e Gjushit i trashëgohet djalit të vogël Florianit nga 4 fëmijët, Hila, Arbeni, Floriani dhe vajzës Ledi. Nga fenomeni i emigrimit, Floriani shpërngulet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pse shumë interesoi për vendimin e tij, ku dhe më pas se bleu edhe pjesën tjetër të kullës që i përkiste djemve të Rokut. Ngritja e hidrocentralit të Vaudejes e favorizoi shumë këtë zonë, duke i dhënë bukuri dhe shumë përparësi. Duke parë zhvillimin e zonës dhe rritjen e turizmit, Floriani mendon që kullën e braktisur ta rikthejë në një bujtinë të vogël bashkë me një restorant që plotson nevojat e bujtinës. Floriani bashkë me bashorten në Alma, po e lindur në Ragam, investoi në këtë kullë, duke rikonstruktuar nga viti 2023 dhe duke transformuar në këtë bujtinë në vitin 2024. 13 veta në këtë shtëpi, po kështu kanë pas qëndru dikur familje dhe mbajtje patriarkale. Me i dhomë aty gjithë bashkë. Pastaj u rritët dhe zgjodhët rrugët e emigrimit 17 vjeç shumë herë ke nisur. Dhe gjatë punës në Amerikë, duke qenë edhe i fushës së ndërtimit, edhe malli bëri të vetën, të bëri që ti të ktheheshe këtu, jo me banime dhe për të vazhduar jetën, por të mendoje ndryshe për shtëpinë. Çfarë gjendje ishte ajo kur ti mendove ta ndryshosh, ta tjetërsosh? Ishte në gjendje që mendimi që po të kishte ajo pak vite kishte shem, ishte komplet. Ka kanë fjalë pika që o me riparu, ose me lënë shemet edhe me hub kujtesat e feminismit, që kanë kanë vetë. Po, fëmijëria që e rritur. Floriani në çdo hap të hedhur drejt dhënies jetë bujtinës është mbështetur nga bashortja e tij Alma, edhe ajo bie Ragamit. Prej shumë vitesh jetojnë në Amerikë, por është sfidë e madhe një jetë e tillë, pasi nuk ndihen gati ta lënë jetesën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atje ku dhe fëmijët ndjekin shkollën. Teksa shihte kullën të rënohej, kushëriri i tyre, Alfred Ahmataj, ju sugjeroi ta kthenin atë në bujtinë dhe ja ëndra u bë realitet. Ju e nisë fillimisht restauruat lehtësisht kullën, pastaj i dhat një formë bujtinës që ata që do vinin këtu të shijonin një jetë në bujtinë, siç e ofron zona dhe Ragami ka të gjitha kushtet. Klimën po, natyrën po, ushqimet po. Njerëzit që i ka të mrekullueshëm dhe kjo ka qenë një nga arsyet që dhe më përpara Ragami është frekuentuar nga vizitorët, por ky tregues të nxit edhe ty që të bësh një bujtinë. Përpara kanë qenë ditore, ose me orë kanë 2-3 orë kanë ikse, sa pas ku me fjet. Ku me fjet. Dhe ne kemi ndryshuar.
tashmë strukturën e Bujtinës, pra nga i restoranti vogël këtu krejt në harmoni me natyrën që ke lezet me këtë pamje të mrekullueshme që ka përballë, edhe ajo kuzhina e mrekullueshme që ne her pas here kemi dëshmuar në emisionin tonë, ti mendoj që mos të vim për një ditë. Pa, kjo është ideja. Të vim pak më gjatë. Dhe ajo kulla tani, ju vini një herë në vit, dy herë në vit. Ato dhoma hapen vetëm një ditë ose një javë, sa rrimi ju aty dhe pastaj ato qëndrojnë të mbyllura. A nuk do ishte më mirë që shtëpia të merrte jetë? E nëse kulla ka marrë një imazh të admirueshëm me një restaurim perfekt, në harmoni të plotë me natyrën dhe funksionale, le të shohim ambientet e brendshme të saj. Tu jam të dhoma, tani kam një relaksim, sa hyra brenda tash do vi një atëri këtu. Si duket? Shumë e rehatshme. Shumë e rehatshme. E ndjej tamam që jam në Ragam, jam pra parë. Pra nuk e pash në konceptin e luksit mirëqenies, por e pash në konceptin e traditës. Po e ka Këtu gjen qëllimin, që është i zonës. këto për i fshatit. Po, për shembull. Këto i të rënda, po. Qëllimi i fshatit, më merr vetë një 30 vjet që është bë. Pra gjë origjinale, pra nuk e të bëjë të vësh pelushin, tapetat, jo. Mu më pëlqejnë të gjanat e vjetra. Dhe është antrenua shumë mirë, një kull, nuk do i shkonte për shembull gips, pjesa lartë. Pra këtu kemi drasën, drurin, që edhe aromën e ndjenë, sa gjë e bukur. Aroma e gurit, aroma e natyrës, peizazhi një herë. Elementet e traditës u kujtojnë zonën në cilën ti ke zgjedhur të pushosh. Punimet e të zjaut i kanë hije kësaj zone, sa tradicionale aq edhe romantike. Bujtina ka 6 dhoma, për të cilave 2 në formë suitash dhe 4 të tjerat familjare. Të jesh në këtë dhomë, të zgjohesh në mëngjes ose dhe mbasditë të presësh perëndimin me këto 2 kanapet e hapura kështu, Ka është një mrekulli. Sa shumë bukur. E vlerësojnë vizitorët? Shumë. E pëlqejnë këto E gjëra. pëlqejnë shumë. Tu vera është e bukur, pranvera, tana stin domethënë janë shumë bukura. Edhe tani Edhe në dimër, dimër s'ka gjethe fare, unë vetëm uji, malet që kam përballë, për mua është magji më vete. Dhe zjarrin e ndeze këtu, Po, edhe zjarmin të mundi me ndez. pra një natë romantike, Ju pëlqen. gjithë kulla sa dhoma ka. 6 dhoma. Ka 3 6 net, dhoma. po, 3 net, 3 poshtë. 2 dhomat janë në cep të kullës janë për çifte, ka kushtimin Po, apo jo? për çifte. 2 dhomat anësh janë për çifte. Ken kuminin të dyja dhomat. Pra ka dhe ajo Po, edhe ajo, po. Oxha, Oxha, po. sa bukur e Kumin, thotë ti? po. Këtu zona i thotë komin? Po, kumin. Unë i tham shto. E mësova por dhe këtë fjalë, kominet, e më? Po. Oh, bukur, okay, mësova dhe këtë fjalë. Ndërsa 2 dhomat anësh, kurse e midisme ka vetëm familjaret. Po. Qetësia absolute, po, kështu është qetësia gjithmonë këtu? po. Wow, fantastike. Prandaj unë doja sugjeroja të gjithë atyre që ne nganjëherë për të gjetur këto dhoma të tilla, mund i bëjmë 500 kilometra, 400 kilometra. Ne jemi vetëm 12 kilometra larg qytetit të Shkodrës. 15 minuta ndoshta? Aq, 15 Pa minuta. thëmë se ka. Rruga është për të ardhur deri këtu, kohën e kam të kufizuar, sa ose bëjnë nga 2-3 punë njerëzit, po ama të dielën e kam pushim. Tani të dielën, nëse ai bën 500 kilometra për të shkuar për të gjetur kushte të tilla, një panoramë të tillë, do vi ditën e hënë i lodhur dhe i raskapitur. Ndërkohë që mund të vi 12 kilometra larg qytetit të Shkodrës, 15 minuta me makinë deri këtu, shkëputesh totalisht nga jeta e zhurmshme që kanë zonat urbane edhe vjen në këtë parajs fantastike. Janë përshtatë zakonisht shumë me vendin edhe me ambientin. Masanai ka se ka është pjesën e shfrytëzimit, do të thonë që mund të shkosh te liçeni, shkon në lahen vin. Sa gjatë rrin? Jam shumë kurioztare. Shkon deri në 7 ditë. Deri në 7 ditë? Po, 3 ditë, 4 ditë, 5 ditë. Si mos Pra jo ai kalim, thi që Jo, vjen nuk një është vetëm i natë, ndoshta. Ndoshta edhe vin për natë, të mashtrojë dhe natë tjetër. Po, jam shumë kurioztare. Ka nga ata që kanë ardhur një herë, po ka ardhur prapë. Që u dashuru pastaj. Kanë ardhur, edhe shqiptarë kanë ardhur prapë. Domethënë pjesa Tiranë, Saranda, Vlorna, Durrësi. Si doli emri i Shkodrës në këtë listë?
shkolla e se e kanë hapur. E kanë hapur, po aty e Shkojmë kemi. në shtëpi. O shumë bela kur themi e kemi aty. Shkojmë flam të shtëpi. Ah, kështu që shijojmë drekën ndoshta. Drekën vinë, fundjavë është vinë. Edhe gjatë kohës, po domethënë vera është edhe narkuar për arsye të migrantave, zonave se vinë më shumë. Por turista ka pas shumë. Pjesa në fillon maj deri në tetor, 20 tetor. Kur je në Bujtim, bëhet një alternim mjaft i mirë i qëndrimit në ambientet e brendshme të saj me atë që të ofron natyra këtu. Përveç lundrimit që pritet së shpejti të rrisë fluksin e tij, mund të eksplorohen zona përreth. Ragami quhet për vendet historike, ishullin e Sardës, apo dhe shpellën e Gajtanit, shitën e Hajmelit në distanca të afërta prej këtu. Mund të bëhet dhe eksplorim te kjo zona këtu, se shoh që relievi nuk është i ashpër. Ja, nuk është i ashpër shumë, ecet. Pra mund të ecet. Pjesë, po, është edhe fshati Shëndia, mos na vjen fshat në atë Mazrreku, këna ishullin e Sardës, e shkojmë me varg, domethënë këtu. Mund shkojmë edhe në Koman me varg, apo shkojmë atë te pjesa tjetër që janë atje edhe restorantet, Angora e kumbën. Për ditët caktuara, domethënë kur nuk është ai fluksi, le të themi gushti, po janë këto muaj përpara. Nëse dikush o zot që çfarë kohë të mirë, një mrekulli. Po, me mend të shkurtë asat. Nëse dikush e zgjedh që të festojë një ditëlindje, të ketë një rast. Po, ka raste. Tani që s'është ai fluksi i gushti, domethënë. Po, edhe në gusht me kanë vinë, domethënë pjesa e migrantëve që kanë ditëlindje, kanë. Pra mund të festojë tu. Po, festojnë, domethënë kanë pas raste deri te kanë shkuar të tallë veçi. Po, edhe vete këtu? Po. Duhet të marrë DJ me vete, duhet të marrë apo e zgjidhni? E marrim ose e zgjedhin edhe me muzikë. Pra ka muzikë, se janë lehtë. Të tjerë ato të DJ. Jo shkuar, pra zgjidhet muzika këtu se kjo është shumë e rëndësishme. Se duan të bëjnë prenotime të zgjuara të gjithë ata që na. Se si ka se të dalin diçka bukur. Diçka e mirë. Por edhe nëse do dojë të qëndrojë këtu në fundjavë, të zotët e Bujtinës kanë krijuar një shteg kaq mitik, i cili sidomos me shtimin e gjelbërimit bëhet akoma dhe më shumë i tillë. Shtegu lehtësisht i aksesueshëm për të gjitha moshat të nxjerrë në një balkon druri të punuar mjaft mirë, duke të përballuar me një imazh të pakrahasueshëm. Kur vjen këtu, nuk ngopen sy duke parë dhe ke një dëshirë të dëgjosh çdo tingull natyror. Edhe pse dekadën e fundit janë shtuar lundrimet në liçenin e Vaudejës, edhe nga subjektet e tjera, ai vijon të mbetet një liçen shumë pak i eksploruar. Pritet këtë vit, interesi të shtohet edhe më shumë, pasi vizitorët dëshirojnë gjithmonë vende të reja, ku pas lumit të Shalës, pikërisht ky liçen, me siguri do të jetë vendi i parë në listën e udhëtimeve në veriun e Shqipërisë. Një bujtinë e re, por e sapo vlerësuar mes 10 bizneseve në një aktivitet së fundmi në Teatrin Migjeni, për ruajtjen e natyrës dhe mikpritjes. Jam nga Norvegjia. Kurse unë nga Gjermania. Është jashtëzakonisht bukur këtu. Mali dhe liçeni janë në një harmoni të përkryer. Dhe kjo gjë më pëlqen së tepërmi këtu. Dhe ka mjaft ushqim të mirë. Ushqimi është i mirë, gjithashtu ka hapësira për të eksploruar dhe bërë ecje në zonën përreth. Vlen të theksohet koha këtu, e cila bën mirë dhe për trupin. Ne vendosëm të bënim një ndalesë këtu, gjë për të cilën nuk u penduam. Mëtej do të vijojmë për në Maltëzi. Për momentin po shijojmë çdo gjë këtu. Google Maps or Booking.com, and we really wanted to check it out, so it was worth going over the border. Yeah. E ndjej veten si në një parajs. I kemi të gjitha, malin, liçenin, një akomodin shumë origjinal. Ja vlen të rikthesh dhe ta vizitosh. Nice culture, definitely worth the visit. Yeah. Oh yeah, it's Do ju asugjeronim dhe miqve tant këtë vend të bukur. Herën tjetër do parashikojmë të rrim më gjatë këtu.
Orët fluturojnë. Erdhëm në orën 9 të paradites dhe ja dreka mbërriti kaq shpejt. Në restorant ku fare mirë mund të drekojnë mbi 70 persona, portretet e dy figurave kryesore të historisë së kombit shqiptar, Gjergj Kastriot Skënderbeu dhe Nën Tereza, e hieshojnë vendin dhe dëshmojnë tiparin patriotik të këtyre njerëzve. Po ashtu nuk mungojnë as objektet muzeale, ai shumë të kërkuara për të parë nga vizitorët, sidomos ata që vinë të njohin dhe zonën. Nga kuzhina vinë aromat e këndshme të gatimeve. Kuzhinierja na premtoi se për 20 minuta gjërat do të ishin gati në tavolinë. Dhe dyshuam, por gabuam. Shikoni sa ushqime të mira u përgatitën këtu. Prezantimin e tyre do e bëj Nikola, një djalë i zonës i punësuar që në ditët e para të çeljes së kësaj bujtine. Hajdeni këtu te bujtina Ragam se ka gjëra specifike të gatuara me shumë dashuri dhe me një recetë që nuk e tregojnë. Atëherë, një prezantim të vogël për gjithë shikuesit që janë duke na ndjekur. Atëherë këtu kena përgatitur një tavolinë jo shumë madhe. Mund të them që mund të kena vetëm 1/4 në produkteve që ne shërbejmë këtu në restoran. Që do thotë 3/4 i keni ande akoma në menyn tuaj. Mbeten mister. Unë do vi një herë në javë. Që të provoj dhe ato të tjera për 4 javë. Morët vesh, domethënë këtu kemi vetëm 1/4 e gamës së gjërave që mund të bëjmë. Më e kemi fjalën për ato që bëhen tradicionale. Sa ti po kërkove diçka që e gjen diku tjetër, ato po bashkë me to kush e di se sa shkon. Po ideja është të provojmë gjëra tradicionale. Atëherë, ne fillojmë gjithmonë me fillestarët, petohet me mjalë që nuk bëjmë asnjëherë. Shërbejmë me djathin, kena djathin e dhis dhe djathin e lopës, gjithmonë produkte të zonës. Pra i kemi këtu, nuk shkojmë kilometrazhe si themi ne zero. Domethënë i marrim ja këtu ku jetojmë dhe janë shumë bio, jo me ato kimikatet ose të porositura që s'di se çfarë ha. Janë të zonës bio. Kena bukën e grurit. Edhe kjo e gatuani vetë, nuk është se e bleni te furat e bukës edhe na vin ato riskat. Gjithashtu edhe buka misrit. Aroma që përhapet. Dhe buka e misrit që bëhet këtu. Diçka domethënë që është konsumu ndër vite, vazhdon prapë tjetë traditë këtu. Okej. E bëni dhe me shëllirë, se ka që bëni, po. Mos u bëni marrë që është e priullë që i dëshuruar mbas shëllirës. Okej, e provoni njerë bio, pastaj dhe mund të kërkoni. Po, këtu është flia në Raga? Po, kena si dhe pak risi. Kjo gjë shumë e mirë. Okej. Kena flim. Mrapa nuk mund mungojnë as mishi as njerë. Po. Kena vendos me shfaq vetëm pak gjana ma tradicionale, ku kena gjaket dhe mishin e thatë. Tani që janë gjaket që ta marrin vesh edhe këtë emotim? Gjaket është si tip salami, mund ta çojmë që është gatuar të ndër vite, por mënyra gatimit tij është krejtësisht e veçantë. Çfarë përdoret për ta mbushur? Jo, s'besoj siç bëjnë disa me plasmas, jo plasmas. Gatuar dhe mishin e derrit, po. Zora e derrit përdoret për mbushje, kështu që ajo konsumohet shumë kur e ha. Nuk grihet, nuk bluhet, është gjithçka për pneumatik. Atëherë ajo ka ndjesinë e një mishi kur e ha. Kjo piqet, çfarë ndodh me këto piqet apo jo, mund të hahet konsumohet kështu? Për një farë kohë let në tym që thahet. A ka kaluar në këtë procesin përpara? Mrapa gatuhet në zgarr ose në furrë, të shërbimet. Fantastike. Krejt mirë. Dhe mishi i thatë gjithashtu, thjesht i marrin një dhe i tha. Okej, sepse tani është periudha që mishi i thatë shijohet më shumë. Kena zhiglat e derrit. Zhiglat e derrit. Pse kam edhe me zhiglat? Zhiglat kanë është ajo pjesa e mishit të prerë në kubika. Zakonisht janë gatuar sapo është mbi derri. Sapo mbi derri, këto gatuhen, mishi le të zihet në lamin e vet. Deri në një farë pike që mishi është i gatuar. Okej, nuk është aq e thjeshtë, domethënë kalohet me këto proceset e tjera. Nuk mund të trim pa përmendur edhe peshkun, këtu kena sharmakun e liçenit. Pra që merret këtu, po në periudhën e peshkut besoj zihet peshk edhe më shumë këtu. Pra ju mund të merrni çfarë do peshku rritet u afër. Ne domethënë nuk kena shtirë asnjë produkt tjetër përveç produkteve të liçenit këtu, kena troftën, krapin dhe sharmakun. Pra i kemi vetëm të tre llojet i kemi. Pra kur është sezoni i tyre, domethënë ne i marrim edhe ato dhe i përgatisim për gjithë se këtu për sot kena përgatitur me sharmakun. Po thamë 1/4. Ato 3/4 ishte trofta edhe krapi, edhe qoftë. Troftën e kena këtu, po e kena në mënyrë pak më moderne. Troftë është kjo këtu, më kujtohet se është bukë kjo. Jo. Që shumë e veçantë. Ndërkohë që aty në fund kemi baklava, po do ta tregojmë pastaj. Jo, është revani.
Pite zhele quhet. Si quhet? Pite zhele. Këtë se kisha dëgjuar. Prandaj ja vlen të mbish. Se ka gjë, edhe emërtimi më do pëlqejnë. Kjo kishte Xhaka që mos ta harroj, ëh? Xhaka. Okej, më pëlqen që dhe shikoj dhe qepët, ëh? Se të shio, kur ha këto gjyra kështu pikante, qep, tani një çum çagez mrapa dhe mos zoan poni për herën e qepës. Po ja vlen se është vendi këtu. Mirë, më ke bërë shumë kureshtar për peshkun, do doja të lironim pak vend për peshkun, edhe ta mësonim se si funksionon. Tani është ky momenti final që ne kemi troftën këtu, që ti the troftë, unë mendova se është buk, ma shpjego pak, lutem. Këtë e kena qujtë trofta në shehun, për arsyeën që nuk dallohet trofta askund. Kjo trofta është e pjekur në krip, por sekreti i saj është që nuk merr as pak nga kripa që është në lumë. Që do thotë ajo shtresa që është sipër është e gjitha krip, nuk është miell? Vetëm krip që bëhet interesant, këtë nuk e kishim para askund. Dhe si hapet, ose si konsumohet, jam shumë kureshtare. Po. Sa bukur. Po çfarë i hodhe? Ç'ishte ai lëngu? Ajo është alkool. Alkool, ë? I dhe sipër kripës dhe ajo me një herë ndizet. Po. Shumë interesante, ja ku duket kripa tani. Pra këtu brenda ne kemi një troftë të liçenit këtu, e cila rrethohet nga kripa. Nuk do t'rregoj më shumë, po të vinë vetë këtu edhe të pyesin kuzhinierën. Po e fiki pak dhe se ta pasër. Klientët zgjedhin ta bëjnë këtë proces vetë? Apo kanë nga ata? Kanë nga ata që dëshirojnë që ta bëjnë vetë, po dhe ju i rini gati, domethënë, që ta bëj kollaj. Pra lëkura i hiqet lehtësisht nga kjo mënyrë të pjekurit dhe është pjekur shumë mirë në brendësi, ë? Krip në brendësi nuk do të ketë, kam përshtypjen. Jo, nuk ka në brendësi krip. Pra dhe mësojmë edhe mënyrën se si pritet, që ta kemi më kollaj, pastaj ta vendosim në pjatë, sepse ju e dini që ne si klientë duam dhe anën estetike të asaj që na serviret në pjatë. Pasi e vendosim në pjatë, pra ne po vendosim një pjesë të troftës në këtë moment, ajo mund të shoqërohet me çfarë? Atëherë, këtu kena një përzimje, që bëhet me vaj ullimit, me pak erza dhe me limon. Kjo jep edhe shumë shije. Dhe kështu e shijojmë edhe më mirë, sidomos me bukën e misrit apo bukën e grurit. Aroma mirë e troftës tu, ja, macet filluan të mjau. Jemi në bujtin, macet patjetër që do të ketë. Pastaj macet thuhet që sjellni shumë fat. Do provojmë pak me pirun se si ka dalë. Ne jam shumë kureshtar. Do të provojmë me këtë me vaj, me këto gjëra që i përdorim. Sa mirë. Aroma shumë mirë pjekje fantastike. Fantastike. Mos e lini pa provuar, se ishte një troftë. Troftë e mshehun, ai zbuloheni këtu, e mshehun në krip. Por më pëlqen dhe përqindja e kripës, sepse për momentin duket se gjithë e krip, se çfarë do am, më thënë kripën e paska tamam, edhe pse nuk i hitet brenda, po i thënë do mjeshtërinë e vet tani ç'po bëjmë, dhe unë si kuzhiniere po bëj, hyrë duar. Surprizat në bujtinë Ragam nuk kanë të sosur. Ne menduam se do të ishte një pushim shumë i shkurtër për një kafe, por janë kaq të zotë ata që e kanë këtë bujtinë sa të ofrojnë një mori shërbimesh, një gamë shumë të gjerë të tyre, që ti gjithmonë thua, po prit, si janë vetëm për kafe, janë për një drek,
po pse jo edhe një darkë shumë të mirë. Është bujtina që ofron me komoditetin e saj ambiente të mrekullueshme ashtu siç i treguam edhe gjatë reportazhit. Dhe atëherë kur na u duk se i mësuam të gjitha, na thanë, "Jo prit, se kemi dhe një monopat të vogël, i cili edhe tani në dimër ishte po aq i bukur ato lulet e para që kishin çelur." Por kur mësuam që gjatë verës, për shkak të kurorës së gjelbërt, krijohet një tunel i errët, pra jashtë tunelit ka një ndriçim të jashtëzakonshëm, por në brendësi kalon në një situatë mitike, zëre se je në ndonjë prall nga ato kohëve të kaluara dhe përfundon në këtë balkon të mrekullueshëm. Ne kemi lëvizur shumë herë në brigjet e liçenit të Vaudejës, kemi ardhur shumë herë në njësinë administrative Gurizi, sidomos Ragamin e kemi shumë për zemër dhe do dëshiroja që gjithë teleshikuesit ta kishin për zemër ashtu siç e kemi dhe ne, por këtu te ky ballkon i ri që ka krijuar Bujtina e Ragam është parajs më vete. Shfaqen para syve të tu, një imazh mbreslënës, janë brigjet e mrekullueshme, format gjeografike të reliefit këtu janë me të vërtet një parajs e vërtet. Do e sugjeroja për të gjithë teleshikuesit, jo vetëm ata që na ndjekin nga Shkodra, nga Shqipëria, por edhe në rrjetet sociale kur na ndjekin shqiptarët jashtë kufive të atë, të cilët gjithmonë mendojnë se ku do t'i kaloj pushimet dhe ne do t'ju sugjeronim pikërisht këtë vend. Jo vetëm për atë që ofron, jo vetëm për peizazhin shumë të mrekullueshëm, por është një vend tek i cili shkohet vetëm për 15 minuta larg qytetit të Shkodrës. Dhe duke qenë se Shkodra ofron një pafundësi vendesh turistike ku ju keni Thethin, keni Razmën, keni Bogën që i përkasin dhe Bashkisë Malësie Madhe, pra Shkodra ka një pikë strategjike të mrekullueshme për të vizituar shumë vende brenda atyre 2 javëve që ju qëndroni në Shqipëri, por të vish për 15 minuta, pra vetëm 12 km larg qytetit të Shkodrës dhe të shijosh të gjitha këto elemente që ne i pasqyruam në këtë reportazh, mos e humbisni, merrni parasysh këshillën tonë dhe dëshirojmë që kur të vim në verë, pse jo të gjejmë këtu, të marrim një opinion edhe nga ju. Shihemi sërish.